ai e ka pas detyrë me i thirr parti tjera, ku në cilën zyre kjo është një lojë që ka fillu shumë, më duket pa lidhje. Po prej ku i ka fillu pa lidhje? Aleanca, refuzimi i aleancës mendoj që është gabim shumë i madh, gabim politik, sepse nëse ti don me i imponu kushtet e tua, ti duhesh me shku me bisedu për ato kushte. Nuk mundesh, me 7 vota në parlament, me i qit krejt ato kushte dhe mos me shku me bisedu. Nuk jenë atë pozit. Çka të krejt ato kushte? Ato janë kushte për Aleancën, jo kushte për Kosovën. Unë mendoj që spari edhe zotri Hamza ka bo gabim, domethënë që me një herë caktoi ai vendin se ku me u taku. Albini s'ka bo gabim që ka lip qeveri, e ka bo gabim Hamza që ka lip kuvend. Sepse ajo është kryeministër në detyrë. Po s'ka e tira cilësinë e kryeministit. Ai nuk do të thirr takimin cilësinë e kryeministit në detyrë, është të thirr takimin cilësinë e liderit që i ka fituar zgjedhjen. Jo, nuk është simbolike, nuk është simbolike. A do të ishte mirë dhe në vetëvendosi të ftohet? Po me që këta po... Edhe në vetëvendosi mund të më ftu. Jo, në vetëvendosi mund të më ftu. Absolutisht nuk është problem. Në parti mund është me ftu. Ai mas mirë ti më pas tirë në vetëvendosi edhe me shkon. Po edhe në parti mund është me tirë. Nuk është problem, edhe në parti mund është me tirë. Unë mendoj në kuvend me thirr. Unë mendoj që është një nismë shumë e mirë, një nismë pozitive. Ke këtë nismë pozitive vetëm pse dëshirojnë krijim të institucioneve të apo mendon që ka ndonjë bazë këtu që këta e kanë një lloj arsye mbrapa, se deri tani nëse i referohemi argumenteve të cilat po i shpalos Demhasa, nëse merren me kështu cicmice të vogla, vetëvendosja i ka vota për qeveri. Ja, nuk janë cicmice të vogla. Ka mujt mos mi ftu derisa të ishin kriju institucionet kuvendi, të kriju edhe qeveria, mandej ka mujt me i thirr vetëm për president. Kjo është një lajm i mirë sepse ka